Nga keni ardhur? Nga Dushanova Prizrenit. Sa ditë keni që jeni këtu? Prej diellës mbas 12-ve të natës. Ju nxorën me forcë nga shtëpia? Për 10 minuta më bë gati me fëmija me vetë. Po gjatë rrugës çfarë ju thanë, si ju trajtuan? Te në fillim Prizrenit na kanë prunë qashtonet të na qitë emblemën e UÇK-s. E të na thanë ju pedani Hashim Thaçin edhe UÇK-n. Ama ndena nuk na kanë shti me hec asfaltit, po na për mbetorina na shtishin me hec. Tani në udhën për civike për Shqipnicë na drejtajke, aty ne ata milis me maska vish të thy, e t'ju mshu vllazën tonë në motra në kamiona që ka ishin traktora me automat sa të mujt, hajtë shkoni në vendin e juje, sa atje keni vendin. Gratë shtatë zëna i provokuan gjatë rrugës? Ju kanë thanë, po dani me bëjë o thmi, shqiptar, ende. Po ti ke ardhur bashkë me familjen? Unë jam 18 antarë familja jeme. Disa kanë arë me vetur, me golf, dhe me një perkulis vogël, a unë me borë me 3 fëmijë kena ardhur në kam. Si ndodhi që ushtrove këtu në maternitetin e Kukësit? Po aty në lemra ishte prit një makinë e policisë, mande unë me nusën e Axhës, na kanë thënë që burri jam i tha që smuti kem 2 veta, se janë shumë të mundueshme të hecën në kam, shtator kena hecë, tani aty me makina kanë pru ka. Po mjekët tu çfarë ju thanë për gjendjen tuaj? Shka më nga thanë, bëllë ma mashtirë, ma sigur kur të hecesh në kam për diellës, hala kam s'pi kena në veti. Dëgjova doktorin që ju tha do lini djalë. Nuk e di, se di. A djala vajzë vish le të më lindi lirë, të shkajnë nga në temin, shnashe mje ku kum le, ku kum jam rritë, që të vjetë që i kum ba. Me jetë. Faleminderit. Si ndodhi që erdhët deri këtu? Po në thanë mu të razu për shpijave dhe erdhëm këtu. Ju nxorën me forcë? Po. Tha që kishit një fëmijë të vogël smur, sa është fëmija? 2 javë që tash i ka. E keni lindur? Po mirë, kom lindur, po Në Prizren? të ardhë këtu smu edhe erdha këtu shtrova në spital. Kur keni ardhur në Kukës? Që 4 ditë. Dje keni shtruar fëmijën në spital? Jo sot. Dje i kom këqyrë, sot më tha me prën këtu apet. Çfarë ju thanë mjekët? Po është fto, është ka egzamet të ardhë këtu, më nejtë në spital të. Po për gjendjen tuaj shëndetësore dhe për trajtimin këtu, çfarë mund na thoni? Po unë mirë, po fëmija u mërdhin të ardhë tek ne ftoftë, kemi pas gjithë natë kemi ecë. Qashtu. Ju ngacmuan forcat policore gjatë rrugës, çfarë ju thanë? Po në thëshin, do të me ecë, në nalëshin a pak, ecën a pak. A nuk e morën as pak parasysh që kishit një fëmijë vetëm 10 ditësh? Jo, kur gja. Kur gja nuk merrnin parasysh. Nga keni ardhur? Ne jemi të Kabashit Hasit. Kur keni ardhur këtu? Do kemi ardhur pranë 9 sahati. Morën vesh që sot në mëngjes keni lindur. Po, Në çfarë gjendje a mund ta përballonit rrugën? me nxëse, për gazepi, forcët për mi krye, të na përcjell. Fëmija të kohë qashtu në kalum të qysh deri sa erdhëm këto. Po në spital kush ju solli këtu? Këtu vetëm e kemi lajmërue, na kanë marrë në banesë aty vetë. Foshnja juaj është apo lindur djalë apo vajzë është? Foshnja ime djalë është. A ju solli gzim lindja e tij në tokë shqiptare? Po, na solli gzim desa më rinëm këtu, po tutëm gjatë rrugës. Qashtu, jekom keq. Po këtu në spital si ju duken kushtet trajtimi? Në spital shumë mirë, këto për na këqyrin, për na ndihmojnë. Hizmet për na bojnë mirë këtu, në po na vetë kemi marrë tremshëm atje në Kosovë prej forcëve serbe. Na kanë braptis për shtëpive. Qashtë na kanë gjujt për mi krye, sa e mi dalë marë, ko gjës kemi marë vetëm fëmin. Qyshim i konë qashtë të qëto të Po grave 7 zëna gjatë rrugës ju thonin ndonjë gjë?
Jo, kur gjonë s'na kanë marrë në pyetje, vetëm kur e me arë me thy granicën, letër njoftimet na kanë marrë dhe na kanë gjujtë.